të jemi të qartë për objektivat që kemi. U bëm shumë vite që përpiqemi të krijojmë një realitet kapitalist, po themi. Dhe kryefjala jon, nuk e kam fjalën fare për ju në këtë rast, e kam fjalën për ne në radhë parë. Kryefjala jon është buxheti. Mblidh taksa dhe jep buxhet, edhe të gjithë turën nga buxheti duan më shumë buxhet, ndërkohë që nga ana tjetër duan më pak taksa. Ndërkohë, e thash në hyrje, buxheti nuk është në asnjë mënyrë përgjigjja për sfidat që ne kemi dhe për zhvillimin që duhen të bëjmë. Dhe për të ardhur konkretisht te kjo që thatë ju, po e përsëris, 250 milion euro është linja e kredisë së Bankës Shqipërisë. Është një linjë kredie jo konvencionale në kuptimin që nuk ka interesat e një kredie që jep sot banka. Është një kredi shumë më e butë. Plus me një garanci sovrane nga qeveria. Bashkia duhet jetë e para forcë interesuar që me këta njerëz të ulet edhe të bëj një projekt dhe të ndërtoj një shoqëri të përbashkët dhe të fusi fonde në atë shoqëri të përbashkët dhe për atë shoqëri të përbashkët të marri dhe kredin për katëse të garantuar nga shteti dhe kështu nuk është gjithë çështje subvencionesh. Me subvencione nuk shkojmë larg, thjesht mbijetojmë. Ndërkohë që në rast se krijojmë një shoqëri, një kompani ku bashkia bëhet pjesë dhe ku qeveria bëhet pjesë përmes garancisë sovrane me kredin, financimi është shumë më i madh se sa 10 vjet financim nga subvencione. Dhe ajo që duhet bërë në rastin konkret është që juve duhet bëheni promotor të kësaj, sepse juve i keni kapacitetet që ta bëni një projekt edhe të uleni me bashkinë edhe toni çfarë do bëjmë tani. Dhe natyrisht që bashkarisht kjo kompani mund të aplikojë edhe për fonde të tjera, nuk diskutohet. Kjo kompani e përbashkët shkon tek mund të shkojë ka ZBR-ja, mund të shkojë kudo për të aplikuar. Kjo është rruga. Bashkitë nëpër Europë janë pjesëmarrëse aktive të zhvillimeve në biznesin e fshatit. Në qoftë se do mbetemi te buxheti, po ju them që buxheti i shtetit për bujqësinë ka shumë më pak se sa çka keni ju që jeni këtu të deklaruara dhe të pa deklaruara. Po të marrim ato që keni ju të deklaruara dhe të pa deklaruara, t'i bëjmë bashkë, vetëm në këtë sallë ka më shumë se çka buxheti i shtetit për bujqësi. Si zgjidhet me buxhet kjo punë, nuk zgjidhet me buxhet. Buxheti është vetëm një element. Duhet të rrisim dhe juve pikërisht sepse keni bërë sukses me sipërmarrje jeni pika kryesore e mbështetjes. Se ju e para juve mund të zgjeroheni, se dini si të zgjeroheni dhe ne jemi këtu t'ju mbështesim për zgjerimin. Dhe e dyta, juve jeni ata që mund t'i udhëhiqni, mund t'i tërhiqni bashkitë në proces, duke sjell dijen tuaj. Kështu që unë pres, duke qenë se juve keni dhe shoqatën, unë pres që shoqata juaj të vi dhe të thotë, shiko, ne kemi bërë një projekt, ja kemi çuar bashkisë Marrësisë Madhe. Nuk po marrim mbështetje. Ja kemi çuar bashkisë Shkodrës një tjetër, ja kemi çuar bashkisë Laçit e kujt të doni ju, dhe nuk po marrim përgjigje. Dhe këtu pastaj duhet të gjejmë ne mënyrën se si të ndërhyjmë dhe si të mbështesim. Por ama gjëja duhet filloj
nga projekti.